Sot votohet edhe në Bashkinë e Cerrikut, ndërkohë që ky proces ka nisur normalisht në orët e para të mëngjesit, në përjashtim vetëm të një qendre votimi në periferi të qytetit të Cerrikut, ato 25 fraksion 45 për shkak të një problematike teknike të pajisjes së identifikimit. Ndërkohë në 56 qendra të tjera të votimit, qoftë në zonën urbane, por edhe ato rurale, ky proces ka nisur normalisht. Sa kaq ka nisur edhe qytetarët e parë të shfaqen në këto qendra votimi dhe të japin kështu verdiktin e tyre për të zgjedhur kryetarin e Bashkisë së Cerrikut, i cili do të qëndrojë në këtë postë deri në pranverën e vitit 2027, aty ku do të mbahen edhe zgjedhjet e tjera vendore. Kujtojmë se në Bashkinë e Cerrikut kanë të drejtën e votës rreth 38.740 qytetarë, por në zgjedhjet e fundit, dhe këtu i referohem zgjedhjeve vendore të vitit 2023, votuan vetëm 12.000 qytetarë. Kujtojmë për opinionin publik se në garën mes tyre për Bashkinë e Cerrikut janë 3 kandidatura. Partia Socialiste kandidon me juristin Florencë Doka, ndërkohë që Partia Demokratike mbështet mjekun Amarildo Hoxha, i cili vjen nga shoqëria civile. Sa kaq që kandidatura e tretë, Shqipëria bëhet, përfaqësohet nga Eligert Hima, i diplomuar për kriminologji në Milano të Italisë. Fushata në tërësi në Cerrik ka shkuar në mënyrë paqësore, pa problematika, por nga ana tjetër dhe pa shumë zhurmë. Ndërkohë që deri në mbrëmje pritet që të mbyllet procesi para i votimit dhe më pas do të kalohet tek ai numërimit. Megjithëse paraditën e sërnesërmes do të kemi kështu edhe emrin e ri, i cili do të drejtojë kështu Bashkinë e Cerrikut, sikundër e theksova më herët, deri në pranverën e vitit 2027.